Walaikum salam. Pse shpesh disa antifetar e përmenin këtë shkoni bota ka shku në han e ju ende merreni me hadithe? Ani ben na thëmë ju vazhdoni shkoni në han. Na lënë me hadithe, por këto vetë më gëzu me na muslimanët që gabimisht imitu e zhvillu jetën, ato na shojnë. Ti vazhdo shkon në han, pasi ti qash me rakini me shkon në han. Na si na me rakini me shkon në han, ato na me në tokë. Janë akuza shumë pa lidhje, shumë pa vend. Dhe thot, unë jam hoq dhe jam ekspert i diturive fetare, që quhet teologji. Edhe flas për teologji, unë tash me fol për fizike, për kimi, për astronomi, për nda qesharak. Po, na themi, çdo shqiptari, çdo muslimani studio, shkollo, so shkollë fillore, të mesme, fakultet, je për mas dituri shkencës, edhe pasi ku të mri, është shumë ma mirë se sa me koni ignorant. Edhe jam i bindur se nëse një shqiptar më dëgjon mua kur flas, nuk do ishte i tillë se kemi kështu pyetje. Se kishte shku vetë në hanë edhe kishte thonë çaj pi hanë jam të fol se ku më dëgjoj hoxhën do të thonë mësoni, lexoni, studioni, shkollohuni, arsimoni, përparoni edhe ku mrin, këtu ku mrin. Kurani dhe porositë pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i japin rëndësi diturisë. Edhe kërkojnë për njerëzve të mësojnë. Dekadenca, mos arsimimi, mos përparimi nuk është faji i islamit, është faji atyme që nuk e ngojnë islamin. Kjo është më njën, ona tjetër është kjo që njerëzit të mëdhon flasin për shkencë, për përparim, atë që vetë ndoshta asnjë të mesme se kanë të kryme. Apo ndoshta me zërë kanë kryer një fakultet edhe s'kan kur një farë kontributi shkencor jetën e vetë. Na fatmirësisht domthon kemi me qindra libra, me mia, domthon artikuj që vazhdimisht i shkruajmë, i lexojmë, i ofrojmë, edhe merrem me shkencë të lëmis tonë, që jemi përcaktuar me mësues të lëmi. Edhe të muslimanët sot si umet, ka shkencëtar, ka astronom, edhe ata, domethënë, merren me këto udhimet në galaktik, por sigurisht se perëndimi në këto aspekte sot është më i zhvilluar se lindja. Por këtë zhvillim shkencor që ka perëndimi sot, dashtëm na apo nuk dashtëm, ja ka borx qatë saj lindjes e cila i ka nu themelit e kësaj shkence moderne, e cila ka ndihmu këta astronaut me shku në hanë. Edhe Islami s'pengon ti me shku në hanë, asë nuk e ka prioritet me qu në hanë, Islami e ka prioritet ti me qu në gjennet për te hanës. Edhe më larë se hanë. E tash, kur ne i themi njerëzve besoni Allahun, dhe besoni ringjallje, ne i themi dhe mund, o njerëz ka diçka që është ma e madhe se kjo galaktik, ma e madhe se kjo sistem diellor. Hana është kur gjon, planetet janë asgjë, sistemi diellor është shumë pak, shumë sisteme diellor, një galaktik, shumë galaktika e përbëjnë qiellin e dunjos, e plus ka shumë qiell tjerë, e pastaj është xheneti. Andaj na e nxisim njeriu që me besimin në Allah dhe besimin në ringjallje fluturon në parametra shumë më të mëdha se kjo. Nuk e ndalon Islamit merres me shkencë dhe me studime. Por prioriteti i Islamit nuk është ty me të bësh shkencëtar. Prioriteti i Islamit është ty me të bënë xhenetli. Edhe andaj na folin për xhenetin, për xhenemin, për namazin, për abdesin, se ato që në xhenet. E shkenca është përcaktimi joti. Islami nxit, motivon, po ti e pranon ose nuk e pranon, do thotë e zbaton apo nuk e zbaton. Kështu që është një tentativë për tregu se Islami është e disfavorshme, se me Islam nuk përparojmë, nuk ecim përpara, që nuk qëndron, sepse shkencëtarët më të mëdhenj në botë në zhvillimin e shkencave janë shkencëtarët muslimanë, edhe shumë emra e shkencave sot domethënë janë prej emrave tyre. Algoritmin që e përdorin sot më shumë domethënë edhe rrjetet sociale edhe internetin, është emri i xhavarizmit për një shkencëtar musliman. Vetë shembull po do më provoj. Zeroja që është thelbi i matematikës, edhe gjitha kombinimeve matematikore që në shkencat digjitale, domethënë është bazike, është produkti muslimanëve. Është kështu me radhë. Pra, orientalistët, domethënë e paanshëm, kanë shkruajt libra për me tregu kontributin e muslimanëve në shkencat moderne. Sikur se është Sigrid Hynke, për shembull, orientalist gjerman, apo Mark Grahami që është studiuesi amerikan,
kanë tregu me shembuj konkret se si muslimanët kanë kontribu në zhvillimin shkencor. Tash ti vjen, thotë s'ka lexuar kurrë, as ka kontribu kurrë, thotë ju po foni për xhenet e xhenem, namaz e abdest ata kanë shkuar. Normalisht shkenon. S'ka lidhje. Kush mëson përparon, kush përparon arin. Na themi hajde vllati besoj Allahun, besoj ringjalljen, bën vepra të mira, edhe inshallah shkon në xhenet. Xheneti është mbi më i madh edhe më i rastishëm se gjithë të tjerat gjërat e kësaj bote. Hoqë për në fund, akoma si një sugjerim atë librin që e lexonin. Po si ka ndikuar Islami në zhvillimin e perëndimit, Mark Grahami, domethënë është autori, përmendna unë si emër, është mirë faktikisht ta lexojnë secili njeri, ta kuptojnë dhe kontributin konkret të muslimanëve në zhvillimin e shkencave dhe zhvillimin e perëndimit të matematikës. Allah shpëlbej. Selam aleikum. Aleikum selam.